Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pastroni tërësisht zorrën e trashë dhe humbisni në peshë me këto 3 përbërës që bëjnë mrekulli. Ka shumë ilaçe të cilat ndihmojnë në largimin e toksinave nga trupi ynë. Megjithatë, disa ilaçe natyrore janë më efektive dhe njëkohësisht nuk kanë efekte anësore. Kumbullat e thara janë jashtëzakonisht të larta në fibra dhe janë të njohura si laksativ të shkëlqyer natyror. Përbërësit e nevojshëm për të bërë laksativ natyror janë 5 gota me ujë të zjerë, 1 filxhan hurma arabie, 1 filxhan kumbulla të thara. Përgatitja e këtij ilaçi plotësisht natyral dhe njëkohësisht shumë efektiv është i thjeshtë dhe i shpejtë. Në një enë me ujë të zjerë, fusni hurmat e arabisë edhe kumbullat e thata të cilat i keni prerë më parë në copa të vogla. Lëreni që të zjejnë për rreth 15 minuta derisa të minimizohet dhe përzierja shëruese të jetë e gatshme për konsum. Ju duhet që ta hani këtë përzierje në mëngjes. Kombinojeni me gjithçka: kos, drithra, 1 copë bukë, mjaltë e të tjerë. Disa sugjerime shtesë që ne mund t'ju japim janë që të pini shumë ujë. Gjithashtu uji me limon vepron shumë mirë kundër kapsllëkut. Mund të bëni pozicione specifike të jogas ose të pini çaj nga gjethet e senës, vetëm mos harroni se ju duhet që të rrisni fibrat në ushqimin tuaj të përditshëm. Gjithashtu, në Shtetet e Bashkuara, pastrimi i zorrës së trashë u bë i famshëm gjatë viteve 1920-1930. Ajo është e kryer bazuar në teorinë e vetë helmimit të organizmit. Mishi i patrazuar dhe ushqime të tjera munden që të shkaktojnë grumbullimin e toksinave dhe helmeve në trup. Këto toksina munden që të shkaktojnë lodhje, dhimbje koke, shtim në peshë dhe njëkohësisht energji të ulët. Kur ju vendosni që të konsumoni perime dhe fruta, është thelbësore që të zgjidhni ato të cilat janë të larta me fibra dhe njëkohësisht të pasura në lëndë ushqyese. Mollët janë të larta në fibra të tretshme dhe ju ndihmojnë për t'u ndier akoma edhe më të ngopur për një kohë më të gjatë. Ato gjithashtu përbëhen nga fibra të cilat eliminojnë kapsllëkun. Farat e lirit janë të mira për pastrimin e zorrës së trashë. Ato janë gjithashtu të pasura me fibra të cilat përmirësojnë thithjen e hekurit dhe të ushqyesve nga zorrët. Gjithashtu farat e lirit do t'ju ndihmojnë që ju të zvogëloni rrezikun e sëmundjeve të zorrës së trashë, si edhe ta mbroni zemrën tuaj nga sëmundjet kardiovaskulare. Përveç kësaj, farat e lirit janë të pasura me acide yndyrore omega 3. Ja receta e mrekullueshme e cila do t'ju mundësoj një pastrim sa më efektiv të zorrës së trashë nga të gjitha toksinat. Përbërësit janë 1 mollë, 1 lugë mjaltë për ëmbëlsi, 1 lugë çaj fara chia, 1 lugë çaj fara lini, ujë 1 filxhan. Metoda e përgatitjes: së pari, përzieni që të gjithë përbërësit së bashku përveç farave chia. Pastaj, merreni dhe vendoseni në një gotë dhe aty hidheni farat. Përzieni dhe pijeni. Kur hani ushqime të pasura me fibra, të tilla si për shembull molla, është tepër e rëndësishme që të pini sa më shumë ujë. Nëse ndonjë nga përbërësit ju shkakton reaksion, konsultohuni më parë me mjekun tuaj. Ka disa probleme të tretjes të cilat janë të dëmshme për shëndetin ton, si për shembull diare,
dhimbje, sindroma e zorrës së irrituar e të tjerë. Kjo reflektohet në të gjithë trupin tonë dhe është shumë komplekse për t'i trajtuar ato, por zgjidhja është shumë më e lirë se sa ne mendojmë. Në kuzhinën tonë, së pari, ju duhet që të ndiqni një dietë të shëndetshme e cila ndihmon në largimin e toksinave nga trupi dhe eliminimin e parazitëve të zorrëve. Një mënyrë e mirë për të filluar është pikërisht përdorimi i një çaji të veçantë dhe të thjeshtë me përbërës të cilët ju i keni në kuzhinën tuaj. Ky çaj synon që të pastrojë tërësisht sistemin tuaj të tretjes dhe përdor vetëm 4 përbërës. Përbërësit janë xhenxhefil, moll, limon dhe krip deti, secili nga ta ka një funksion tepër të veçantë në pastrimin e zorrëve. Xhenxhefili përdoret për të trajtuar tretjen e dobët, për të rritur sekretimin e lëngjeve tretëse dhe për të inkurajuar lëvizjen e zorrëve, duke ndihmuar kështu lirimin e jashtëqitjeve të trupit së bashku me mbeturinat dhe toksinat që përmban. Moll. Një fryrje që rregulluar mund të rregullohet me konsumin e rregullt të fibrave dhe një nga avantazhet e mollës është pikërisht furnizimi me shumë fibra. Fibrat e mollës rregullojnë gjithashtu zorrët duke ndihmuar në zbutjen e çdo çrregullimi nga kapslloku në diarre. Limon. Limoni përmban shumë antioksidant dhe një sasi të madhe të vitaminës C, e cila është e tretshme në ujë dhe për këtë arsye mund të kalojë lehtësisht në zorr dhe të shkatërrojë të gjitha radikalet e lira dhe toksinat e ndryshme. Një funksion që gjithashtu e bën limonin efektiv në parandalimin e sëmundjeve të këqija të zorrëve. Krip deti. Kripa e detit mundet që të lirojë mbajtjen e lëngjeve dhe kjo pije do të ndihmojë në pastrimin e toksinave nga zorrët. Përgatitja. Nxeheni ujin në një tigan derisa të jetë mjaft i nxehtë për t'u pirë. Kur uji të ketë arritur nxehtësinë e përshtatshme, hidheni në një gotë, shtoni aty krip deti dhe përzieni. Shtoni lëng molle, lëng xhenxhefili dhe lëng limoni. Pijeni çajin esëll në mëngjes ose në temperaturë dhome ose të ngrohtë. Pijeni përsëri para drekës dhe më pas përsëri në mbrëmje, kështu ju do të keni efekte pozitive në largimin e toksinave nga zorra e trashë. Gjithashtu, këtu ne do t'ju prezantojmë edhe një lëng i cili po ashtu do t'ju ndihmojë në pastrimin e zorrës së trashë. Përbërësit që do t'ju duhen janë një moll, një lugë gjelle liri, një lugë gjelle fara chia, një lugë çaj mjalt, një gotë me ujë. Merreni dhe përzieni të gjithë këta përbërës së bashku, duke përjashtuar kështu farat chia. Vendoseni përgatitjen në një filxhan dhe shtoni aty farat të cilat do të konsumohen ashtu siç janë. Ne ju rekomandojmë që ju ta merrni këtë pije të paktën 2 herë në ditë për 2 deri në 3 javë. Mirë, po gjithmonë duhet të përfshini ushqime të shëndetshme dhe të pasura me fibra në regjimin tuaj ushqimor, në mënyrë që dhe sistemi juaj tretës të funksionojë siç duhet. Mirë, po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.